tek burrat a tek gratë, se tek burrat është pak më e vështirë. Tani këtu kisha pos dëshirë me bo një ndërhyrje. Ne në vendin tonë po sakt e rekomandojmë qashtu që thoni, por protokollet nuk thojnë ashtu. Nuk thojnë protokollet. Jo në asnjë mënyrë. Protokollet nuk thojnë që na me lon veshkën në hidronefroz, me vujt edhe hajde mos po e qet, mos po eliminon t'i gurin vetë, sepse edhe eliminimi spontan i gurit lën pasoja të qajo veshkë. E para që po rën ndoshta një javë, 2 javë, 3 javë në hidronefroz, e dyta dëmtimi i kanalit urinar që po e bën guri, e treta derisa ajte eliminohet nga kanali urinar që qutur e te në fshikën urinare dhe tutje jashtë, do me thona e kome lëndu edhe mukozën, e qasoj pjesës të kanalit kome bo edhe domet e tjera. Aq ma tepër që dëmon në bosë protokollë, na nuk guxojmë i thonë pacientit ti po presum derisa po eliminon në mënyrë spontane. Duhet të bëhet zgjidhja. Atër zgjidhja cila është